sot edhe kërkon qartësime. Që kur jenë atë temat zyrtore dhe jo zyrtore, është nënshkru një list e zotimeve në Shtëpi të Bardhë. Dikush i thot marrëveshje, dikush i thot listë e zotimeve, dikush i thot trujes suedeze, po e di që prapë si shtet jo serios nuk e kemi zbatu. Edhe që ato që e ka nënshkru, Abdullah Hoti ka qenë kryeministër. A kthehet në agjendë që ajo, a i shdasht mu këthy, a i shdasht ajo me qenë bazë për me komuniku me administratën Trump, a i shdasht me gjithë formull tjetër për me i përmirësu marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara? Unë jam i bindur që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë përkrajet popullit Kosovës. Atë Kosovës. Jam i bindur që gjithë shka që ka ndodhë në përkraje prej Shtetet e Bashkuara të Amerikës, State Departmentit, Shtëpisë të Bardhë, është në dobi edhe në interes të Kosovës. Aja ka qenë një ngjarje modhe. Ka qenë një arritje modhe. Është dosht me u pasu me veprime shtesë edhe me prodhu rezultate. Aty të ka ndodhë edhe një njohje tepër do me thonë se për Kosovën. Dhe ne, normalisht që jemi falenderus, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidentit Trump, mandatin e parë, i cili është edhe tash president, dhe jam i bindur që në bazë asojnë që ka unë jam një informacion, në bazë takimeve që i këmë pas, Kosova e ka rrugën qelë për bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po gjithmonë të qenë partneri besueshëm, i parashikueshëm dhe gjithmonë të po interesin për te raporteve edhe misore, po edhe në partneritet ekonomik që investitorët amerikanë sillen edhe të vinë të investojnë fushat ku është me rëndësi për Kosovën. Edhe që kjo nënkuptën me ndryshu qasja në disa prej aspekteve themelore, për shkak se mënyra qysh kanë ardhur parat amerikane, mo nuk është, USAID mos është, MCC-ja nuk është ajo që ka qenë, që i bjen që duhet mu hapë për biznise direkt. Qysh bëhet që kjo? Bëhet përmes hapjes mundësisë të investimeve në energji, edhe në infrastrukturë, edhe rrugore, edhe hekurodhore, në turizëm, në fushën e sigurisë. Na po synojmë avancimin e ushtrisë tonë drejt standardeve të NATO-s. Dhe normalisht që kjo kërkon edhe përgatitje të resurseve njerëzore, po edhe pajisje. Dhe gjitha këto dhe thëtë mune me u bo në një partneritet plot me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nëse ne kryojmë kushte dhe bohëm atraktiv për me investu. Shika, por e fol është mirë me pas në Kosovë, se për thjeshtësoj. Por e fol është mirë me pas. Po, me kalimin e kohës, sa ma pak ko me pas por e fol në Kosovë. Koha donacioneve, veç po kalon. Tash, du të me gjithë mënyrat financimit, e që janë edhe përmes bugjetit Kosovës, po edhe përmes linjave kreditore, të përfshi edhe marrëdhënie direkte bilaterale, jo veç përmes Bankës Botërore, Bankës Investive Evropiane, Bankës Evropiane për ndërtim dhe zhvillim, po edhe në partneritet plot me vendet mike që mund me pas interesat përbashkëta. Që i vjen që ekonomia është, si më asjush, fusha që duhet me na i kthy marrëdhëniet me Amerikën në vijë. Është një prej fushave, po ka dhe fusha tjera. Është siguria, është partneriteti strategjik dhe çështje tjera. Edhe partneriteti strategjik, a është diçka që kthehet shpejt në agjendë, a është diçka që e keni po si suspendim që është ka na kushton, apo është diçka që edhe mundet me prit ky vend ka emergjenca sa dush? Shiko, këto mosat të BE-s apo sanksionet të BE-s, na mundemi quajtemi formulu qysh dush, po realiteti është njëjtë. Dash i quajmë mosa, dash sanksione, kemi bllokim të miliarda euro. Dhe këto përveç aspektit ekonomik, që gjithçysh e kanë ndikimin negativ në ekonomi, e kanë edhe aspektin reputacional. Kosova është në një mënyrë e ndeshkuar për shkak të politikave që ka udhëheq viteve të fundit edhe prej BE-s, edhe me suspendimin e partneritetit strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do të mu hjek pengesat, mu eliminu pengesat, me u tregu partner i besueshëm, i parashikueshëm, që qëndron dhe i mon marrëveshjet
dhe normalisht me jetë në proces. E fundit për qëtë pjesë të masat ndërshkuese ka pas vlerësim edhe të Bashkimit Evropian, që realisht pika e fundit ka qenë tranzicioni i qetë dhe normal i pushtetit në komunat e veriut Kosovës, komunat me shumicë serbe. A konsideroni që ajo është kry, edhe a konsideroni që situata në veriu në Kosovës është stabile, është e menaxhueshme dhe është diçka përmi cilën duhet me vazhdu me ndërtu? Transferi pushtetit ka ndodhur në mënyrë të qetë. 4 kryetarë pa dallim për cila parti politike kanë qenë 2 prej PDK-s, 2 prej